tash i ka marrë votat Albin Kurti edhe do e mos vetë edhe atëherë kur nuk i ka numrat ti bëjt të gjitha institucionet. Domethënë duhet ta di që Albin Kurti që mos thonë më shumë se 50% të qytetarëve e kanë votu PDK-n, LDK-n, AK-n edhe minoritetet tjera. Duhet ta di që më shumë se 50% e qytetarëve e kanë votu një program të partive tjera. Edhe ky duhet të inkorporoj programin e tij në programin e partive tjera dhe t'i emroj edhe ministrat ose persona të partive tjera dhe të ecën përpara jo të rrinë në kësi ngërçi që nuk është normale për qytetarët edhe qytetarët presin zhvillim të Kosovës e jo ngecje, mos them nuk është normale kjo gjë që ka ndodhur deri tani. Zotri Shala, është normale apo nuk është normale kjo? Për të inkuadruar, për të lidhur me atë që e tha zotri Osmani. Nuk mujtëm në të gjumirë për shkak se